edhe më vjen mirë që ke zgjedhur edhe veri, se më duket sikur jo, kemi qenë gjithmonë veri, kemi qenë Shkodër, por edhe po ky është i veri Rubiku, bravo, domethënë të shkojnë mendje Rubiku. Është një destinacion dhe një lokacion shumë i veçantë, do të ftoja të gjithë njerëzit dhe zonës. Mësoja kitarën, po. Po, vetëm pak e mësova. Profesori më dha leksione atëherë për kitarën, para shumë kohësh, para shumë vitesh. Kisha një farë talenti, po nuk e zhvillohet. Gjithmonë janë kohë, kështu që kitarja nuk ka mosh. Për këtë dua të të pyes, kitara nuk ka mosh, e vërtet. Nuk ka mosh, unë kam student. Mund ta mësosh kushdo. Kemi ne për shembull profesor, dolim çik tani nga kjo tema, po s'është problem, ne futemi përsëri bashkë në trajektore. Kemi ne ndonjë figurë për shembull që po e mëson për pasion kitarën? Në këtë moment më them që kam patur më parë, por aktualisht kam disa tuaj që janë në mosh madhore që duan ta kenë gjithmonë instrumentin e kitarës si kulturë dhe është kënaqësi që edhe diplomatë një kalibri të lartë duan të mësojnë instrumentin e kitarës. Që duan, domethënë që e kanë një kështu pasion në një kohë të caktuar që mundet që ta përshtasin. Se piano për shembull është një gjë që ti duhet ta marrësh i vogël, thonë është e vështirë. Dhe që i vogël piano, por është pak më komplikuar si instrument sepse në moshë madhore është e vështirë pak të spostohet piano. Pra është politike që unë gjithmonë them për kitarën mund ta marrësh kudo, mund ta marrësh mal breakdance kurse pianon po, edhe çfarë lloj muzike. Mund të bësh edhe pak klasike. Mund t'i bësh gjitha me kitarë. Është perfekte për një mbledhje mesmish. Agrompeni në 21 qershor në pedonalen e Himarës. Pra kjo do jetë në gjithashtu në pjesën e Kemi zgjedhur 21 qershorin sepse është dhe dita ndërkombëtare e muzikës dhe ku ka më bukur se sa ta festojmë me trion e kolegut nga Kosova Agrompeni, sepse normalisht shqiptarët e Kosovës janë pjesë e festivalit, gjithmonë unë mundohem që të kem artist nga Prishtina, nga Prizreni, nga Gjakova, pse jo. Dhe Agrompeni ka një karrierë të jashtëzakonshme ndërkombëtare dhe një trio fantastike, cilët do të hapin, do të mbyllin festivalin, po do të hapin mbrëmjen e 21 qershorit, për të vazhduar me një grup balerinësh flambo që do të ndezin pak skenën dhe me një artist pastaj nga Brazili, Eklezio Ramos, për t'i dhënë disa ritme më latine. Kështu që do të jetë një natë latine në Himar, Në Himar, datë 21 që i bie ditë e shtunë, mendoj që do jetë një mbrëmje e gjatë. Dhe ke bërë edhe një workshop, ka qenë në fakt, në datë 23 maj, workshopi Arti i Tingullit, në shkollën Jordan Misja. Gjithmonë mendoj që një festival kitare duhet të mbështet disa shtylla shumë të rëndësishme, siç janë shtyllat pedagogjike, të workshopeve, të mësimdhënies, por dhe të shkëmbimit të eksperiencave. Kishim kënaqësinë të kishim Sergej Ruskov, një luthier, një ndërtues kitare shumë të famshëm, i cili i shpjegoi nxënësve të shkollës